Mbrapa, do të thotë që kryeministri pas ka mashtruar gjatë gjithë këtyre 12 viteve, sa pas ka pasur mundësinë. Edhe para 4 javëve, të vetëm që ka thënë. 12 vite rresht, këto para që ky mund t'u jepte pensionistëve, dikujt tjetër i ka çuar, ja ka dhuruar dikujt tjetër. Pra, çështje klienteliste. Dhe vazhdojmë, problemi më i keq i ekonomistëve dhe i këtij kryeministri që ne kemi që vazhdon akoma të mbështesë ekonominë në shtylla tashmë të kalbëzyera. Siç është ndërtimi. Ndërtimi jo vetëm ne, institucionet ndërkombëtare ka thënë. Është një nga sektorët që është përdorur për pastrimin e parave. Është një nga sektorët që favorizon korrupsionin dhe korrupsioni nuk bën gjë tjetër, veçse ato para që mund të orientoheshin për rishpërndarje te qytetarët, te pensionistët, që do ndikonin në rritjen e konsumit dhe ingranimin e ekonomisë reale, ato janë glabëruar tashmë nga korrupsioni, klienteliste dhe vetë nga një pjesë e politikanëve. Do të thotë që kryeministri nuk ka një strategji të mirëfillt ekonomike. Partia Socialiste nuk ka një program ekonomik. Partia Socialiste po vazhdon akoma të kërkojë votën vetëm thjesht me demagogji. Sigurisht që mund të arrihet çështja e pensionit, nëse ka vullnet. Po sigurisht, mjafton vetëm ndryshimi i skemës së taksimit. Mjafton vetëm diferencimi i TVSH-s. Dhe gjithmonë prej kohësh e kemi kërkuar me Dorin apo dhe ekspertë të tjerë që të ndryshohet, të diferencohet TVSH-ja për produktet e shportës kryesisht. Të ndryshojë pjesa e taksimit progresiv për të ardhurat personale. A mund ta bëjë dot Rama këtë premtim pa ndryshuar këto? Pra në kushtet e kësaj ekonomie, po Rama sepse Rama është kundër heqjes së taksimit progresiv, Rama është kundër diferencimit të TVSH-s. Përse? Sepse Rama nuk e kupton benefit ose më saktë, kupton. Pra në këto kushte është premtimi pa bëshëm. Këtë dua të kuptoj. Pra në qoftë se ky Partisë Demokratike është fisibël, sepse premton të ndryshojë shiftin për të ndryshojë 360 gradë një reformë mirëfillt, një ndryshim e kursit ekonomik sigurisht mund të bëhet dhe Partia Demokratike e ka në ndërsa premtimi i Edi Ramës për ato vlera, pra sa është 400.000 lekë? 400 ishte 400 euro pensioni mesatar edhe 200 euro minimali. Mund ta bëjë në kusht saktuare me këtë lloj ekonomie? Absolutisht. Dhe pa ndryshuar gjithë sistemin e taksimit, gjithë ndryshimin, gjithë fizionominë tonë ekonomike, kryeministri as me pasaportat europiane, as me blerjet e banesave, se do t'ju dyfishohet çmimi. Tani kjo çështje e banesave tregon diçka Sonila, sepse do të thotë që kryeministri po e bashkëzon gjithë fushatën elektorale mbi klientelizmin, që do të thotë ka dhënë disa leje ndërtimi, disa grupeve të caktuara dhe këto ka nevojë tashmë gjithë këto leje të ndërtimit të shesin ato apartamente apo të ndërtimit që po bëjnë me qëllim që të rikthejnë mbrapa ato para që do marrin por t'ia rikthejnë këtyre personave që po ja japin. Por nuk mundesh ti ta bazosh ekonominë në një sektor që tashmë shumë shpejt ne kemi 2 vitet e fundit që e presim të kthehet në një flusk. Vet Banka Kombëtare Shqiptare ka sugjeruar ose edhe vetë me sugjerimet e ndërkombëtare e Fondit Monetar ka kërkuar të rrisë kontrollet për dhënien e kredive imobiliare, hipotekore. Që do të thotë këtu tashmë janë ngritur alarmet që ky sektor shumë shpejt ka për të kthyer në bumerang dhe në një problem të madh ekonomik. Dhe tashmë po e bëjnë më të vështirë për të marrë kredi sepse kërkojnë më shumë siguri që ti apo biznesi apo kushdo qoftë individi ke akses për ta paguar, ke mundësi ta paguash atë dhe nuk do kthehet pastaj në një problem që do kthehet siç ndodhi në Amerikë në 2008. Pra, plasi fluska, edhe gjithçka që ndodhi ishte vetëm rënje ekonomike dhe financiare. Në fakt, vetëm një moment se po vi këtu Basir.